Do të prodhojnë këto zgjedhje vullnet? Jo, vetëm nëse, sepse në mas pare do të me kuptu pse po shkona në zgjedhje. Për çka po shkona për president. Apo, sepse para 6 muajve, argumenti kurtit mund me qenë që për qeverisje, para 6 muajve është marrë vendimi, e kun pas vota, dhe mënë, kur që nuk ka ndodhë aty në 6 muajve, ka qeverisja. Na po shkona zgjedhje për president. Kush ka me mujti po këto vota për president, asë një për këtyne partive nuk ka me mujti. Do të përsëritet edhe njëherë një situatë e tillë krize? Po, zgjedhje pas zgjedhje nëse nuk kena një organizim opozitar që me dalë me një kandidat të sakt, ndoshta me dalë me Vjosa Osmanin presidente ose dy kandidat kryeministër për më ditë ose me pas një grumbullim të partive. Pra duhet paraprakisht që partitë opozitare në këtë rast ta sfidojnë partinë e parë Lëvizjen Vetëvendosje. Kështë dash me sfidu, para se me shku në zgjedhje, për tash se pa kështë dash me sfidu. Mira të gjithë, me sa dhe gjova në mbram, janë nisi paka shumë, dhe me thonë, e bërën një farë hapje të dyrve për Vjosa Osmanin me kandidatu si presidente nga LDK-ja, por që aj pas gjitha ty në fjallëve, pas gjitha saj dikun mbi 300 të shka deklarime i qeta, përmes AI që LDK-ja saj ka qytë në tere të pa aft Vjosa Osmanin, unë nuk e dit ashtë ata njerëz të njëjtë janë LDK që e kanë përjashtu ose që ka ikë prej tyne, nuk është që ka ndryshuar ndonjë politik, tash që ky bashkëdyzimi i tyne është puro për lehtësim temin mund të dalë interes për pozita. Nuk është se për ndryshe si dash platforma e re që këta po ofrojnë. Unë mendoj që zgjidhja do të jetë vetëm në rast se partitë politike gjatë zgjedhjeve do të kenë qartësi mbi pozicionin e presidentit, mënyrën e zgjedhjes dhe kandidaturën në secilën situatë. Për shembull, Vetëvendosja duhet i përgjigje 2 pyetjeve, cili do të jetë presidenti ose kriteri për president, nëse i keni votat vetëm ju me minoritetet dhe vetëm po mendoj dhe nëse nuk i keni votat e mjaftueshme dhe ju duhet ndihma opozitës. Po ashtu edhe opozita duhet ta ketë njëjtën përgjigje. Cila do të jetë, domethënë, zgjidhja juar për presidentin në rast se nuk i fitoni zgjedhjet dhe në rast se Kurti mund të qeverisë vetëm, mirë po i duhet edhe mbështetja opozitës. Në këtë rast opozita duhet ketë qartësi, mendoj që LDK e ka një përparësi, ndoshta me Vjosa Osmanin që të paktën u fut në lojë në momentin e fundit. A do ta sfidoj Vjosa Osmani Kurtin? Do të jetë sfida e Kurtit në këto zgjedhje Vjosa Osmani? Besoj që po, ka një karizëm, ka një personalitet fuqishëm, ka një respekt në shoqëni. Mendoj që ka qenë vullnet edhe një pjesë e madhe të votuesve të Vetëvendosjes që të jetë Vjosa Osmani, sikur kryeministri Kurti ta kishte kandidate Vjosa Osmani dhe këta ta mos e votonin, shkonim zgjedhje për Vjosa Osmani, do t'i fitonte 60%. Mirë po, prishja me Vjosën mund ta dëmtoj. Ka mund të më ofru Vjosa Osmani si presidente? Kallëzëm. Unë mendoj që ka qenë një presidente në përgjithësi e mirë, edhe ka përfaqësuar vendin denjësisht. Se ka qenë mirë, ka pranuar dhe kryeministri Kurti që ka quajtur presidenten më të mirë të shekullit. Përveç ne jemi të gjithë pajtimit që zonja Osmani nuk ka mbajt balancin e brendshëm, ne jemi të gjithë të pajtimit që ka qenë deri diku në tere e zotrit Kurti, ashtu i kemi thonë shumica për shkak se ja ka mbajt zhagin gjithë kohës me vendime, deri tek vendimi i zgjedhjeve cilit ja po msherën me 51%, dhe ajo madje vet i ka pranu, por ne duhet mësohemi të falim edhe hakun njerëzve të cilët janë të zgjuar të zot. Zonja Osmani në politikën e jashtme ka qenë shumë e suksesshme. Me të thoni pari botës, thirrëm telefon, kur dush, kur ki të lashe me Serbin, kur gjo mos devsh, kur kush i mos kofsh, duhet me